Miq të rubrikës sonë të së dielës Vitrina e librit, ja ku po ritakojmë së bashku edhe për këtë fundjavë me sugjerimet tona të reja për lexuesin me vepra nga autorë të huaj dhe shqiptar. Lu Clarku di plot gjëra. Disa hapa janë nga stacioni i autobusit deri në shtëpi. Di që nuk është e sigurt në dashurinë e saj me Patrikun. Unë më parë se ti është një roman vërtet i bukur i cili e bën lexuesin të buzëqesh si fëmijë. I destinuar të jetë romani që shokët do të shtyjnë njëri tjetrin për ta lexuar. Më shumë se kushdo tjetër, Luja dhe Willy janë një çift që do t'i hyjë në zemër lexuesit. Një roman që ka nevojë për një pazite në divan dhe një dorë pecetash pranë është cilësuar Unë më parë se ti nga Independent on Sunday. Stresi, i cili është cilësuar si një nga shkaktarët kryesorë që dëmton shëndetin e njeriut, tani ka një mënyrë se si ta menaxhojmë atë dhe të kemi një jetë më të qetë. E tem Ramadani në bashkëpunim me Radovan Starts, sjellin për të gjithë biznesmenët, sipërmarrësit, drejtuesit apo edhe punëtorët e thjeshtë, librin Shëndeti dhe Suksesi nëpërmjet meditimit, i cili vjen në ndihmë për largimin e streseve të ditës gjatë punës. Autorët i sollën hapësirës së literaturës mjekësore slovene, një vepër që mbushi plot entuziazëm. Libri e dy autorëve i dedikohet raportit nëpërmjet trurit, trupit dhe zemrës. Starts është kardiolog, por Ramadani e ka bindur atë se zemra nuk është thjesht një organ jetik. Shëndeti dhe Suksesi nëpërmjet meditimit sjell nga përvojat e Etem Ramadanit. Të gjitha gratë të ndërrojnë e dëshirojnë. Kjo është kutiza blume e famshme në botë, një dhuratë e çmuar nga Tiffany. Në New York, në Avenue, ditën e Krishtlindjeve, dy burra kanë blerë një dhuratë për gruan që dëshirojnë. Por me të dalë nga shitoria në një aksident të çuditshëm, do të shohin me tmerr se të dyja dhuratat janë shkëmbyer. Një roman argëtues me tharmin e një misteri. Një roman emocionues që do t'ju mbajë në ankth deri në fund. Një nga ato libra që është vështirë për të lëshuar nga dora. Magjiplot si një personazh filmi, zbavitës i mrekullueshëm. Mjafton vetëm shfletimi i faqes së parë për të kuptuar se keni bërë vërtet zgjedhjen më të mirë. Të nderuar miq, këto ishin edhe sugjerimet tona edhe për këtë të diel. Së bashku do të ritakojmë javën e ardhshme me të tjera përgjigje për lexuesin ton. Unë ju uroj lexim të këndshëm.